Mos u panikosni, mësoni këto metoda që ju shpëtojnë nëse ju ngecin halat në fyt. Ju jeni duke ngrënë një copë të peshku të përkryer, të gatuar, që është kënaqësi e madhe për të gjithë ne të konsumojmë një lloj mishi të tillë. Ndjeni një hal peshku të kapur drejt fytit. Ajo që filloi si një vakt i këndshëm shpejt do të kthehet në një situatë të pakëndshme dhe potencialisht e dhimbshme. Kollitja zakonisht është instinkti juaj i parë dhe ai më i miri. Kollitja do t'ju ndihmojë të largoni kockën përsëri duke fryrë ajrin përmes fytit tuaj dhe duke e larguar atë. Ju mund të keni kollitje të vështirë për disa minuta për të kryer punën. Nëse kollitja nuk funksionon, ju mund të përdorni vaj ulliri. Ai do të veprojë si një lubrifikant dhe do të ndihmojë në rrëshqitjen e halës poshtë fytit tuaj deri në stomakun tuaj. Pini ujë të vakët me një maj lugë krip. Kjo do t'ju ndihmojë për heqjen e halës dhe do t'ju ndihmojë të gëlltisni ato. Përtypni një moll. Në mënyrë që të gëlltisni mollën, hala do të ngjitet pas mollës. Mbani një copë banane në gojë derisa të bëhet e lagur. Kur të jetë e lagësht, përtypni një mollë në mënyrë që kur ta gëlltisni, ajo të ngjitet pas. Mbani një copë banane në gojë derisa të bëhet e lagur. Kur të jetë e lagësht dhe but, gëlltiteni atë. Hani një copë bukë të zhytur në ujë të ngrohtë. Holloni pak uthull në ujë dhe pijeni atë për të provokuar të largoni halën.